edhe me një gjysmë drejtësi. Për ama të bëta pak drejtësi. Le mos ta imagjinojmë drejtësinë e plot, sa ajo është shumë e vështirë se të bësh një drejtësi plot duhet ndryshojnë shumë gjëra në shoqëri që për izoltet dhe drejtësia mentalitet. Drejtësia në fundit është mentalitet. Patjetër. Pra, prandaj kërko kohë, kërko shumë angazhim, por pak me një gjysmë drejtësi na jepten. Jo, zotëri. Kemi direktivë, kemi një institucion që e përdor tjetri si alltir, zotërim. Dole kundra mu. Bam, do të bashkëpunosh me mu. Rikthej. Ti flet. Bam, prap në burg. Këto se pranoj. Ta bëj një pyetje? Këto nuk e pranoj. Ma lësh një pyetje? A ngjan, dhe unë këtë e kam thënë normalit, a ngjan fakti që janë arrestuar 70 socialistë dhe vetëm nga opozita është arrestuar Berisha dhe Ilir Meta, or qofshin fajshëm pa fajshëm nuk do t'ja di. Por masat që janë marrë për të, mas arrest me burg, mas shtrënguese, pastaj arrest me burg për zotin Berisha. A ngjan sikur spaku po godet vetëm liderët e opozitës për t'i thënë që ju tani koha ju e kam mbaroi, duhet largoni se do shefi i madh? Jo, këtu ka arrit një gjë, këtu kam arrit një test para edhe e kam studiuar pak këtë LSI-n se nga që se kam pas një ofër fare si parti dhe mu dukte një diçka vetëm kur kriju atëherë më ngjalli një lloj emocioni se kishte një fabull që u kriju, pastaj u bani një parti që të vitën e veri. Dhe realisht nuk me herë. Po, u bë komplet, domethënë u larguan ata intelektualët që ishin, ngelin një parti që gjobën se një parti i Koti. Por ajo Koti pse u kriju, ajo partia Koti pse u kriju, ato kam studiuar. Tani to vonë kam studiuar me dhe arrita me kuptu diçka që për të mbajtur partinë u dësh që të kriminalizoheshin. Po. Dhe nga një radhë vjen shumë keq për atë që i ndolli zotit Meta nga kjo gjë, sepse nuk mund mbahet partia, realisht nëse nuk do kesh para. Ose nuk do t'ju ofrosh diçka qytetar. Pra që të mbash partinë, të kesh flukse mendimi, të kesh njerëz që flasin për ty, të kesh PR, të kesh soft power, të kesh gjithçka, të kesh media, të kesh angazhim, të kesh struktura, të kesh gjëra, po si ofrove diçka. Pra do t'ju ofrosh o një fabull të madhe pushteti, ose do t'ju ofrosh para, ekonomi. Për të mbajtur këtë gjë dhe për të krijuar këtë gjë, për të mbajtur strukturat e partisë të ngritura në këmbë, të fuqishme, për të pasur pushtet, pa diskutim janë kriminalizuar. Dhe kjo është fatkeqësi, dhe kjo është padrejtësi e madhe që ju ndodh liderëve të partive të reja ose partive të vogla. Është fatkeqësi e madhe, sepse dy kodoshet e politikës shqiptare bajnë ligjin dhe gjithë ekonominë e ndërtojnë sipas interesave të tyre. Se do bindot, do kenë individualitet. Sipas interesave të tyre, sepse nuk duhet të harrojmë normal. Në 92-shin kur u bë kjo përmbysje e regjimit, pra kalimin nga totalitarizmi në sistemin pluralizmin politik, se s'po thënë demokraci. Demokraci hibride. Nuk po thënë demokraci, po demokraci hibride quhet në terma politik, por le ta konsiderojmë pluralizmin politik, pra ka shumë ide, sepse demokracia hibride dakord funksionon deri diku, por nuk krijon një lloj autoritarizmi konkurrues, siç është kjo jona. Zakonisht e krijojnë sistemet plurale. Pra, krijojnë idenë e shumësisë, në thelb është një ide si qeverisë, është një grup si qeverisë. Pra, një pakicë e vogël ekonomike dhe politike që kontrollon ose ushtron pushtetin e saj thujse në mënyrë pa kufizuar. Për ta shpjeguar ndoshta si koncept filozofik. Ajo çfarë në 92 kur bërë ky kapërcim nuk kishte institucione të ngritura të pavara. Nuk ishte media të pavara, nuk ishte institucione të biznesit, biznes i madh që të ngrite. Patëm vetëm një krejt e partive politike. Dhe patëm bosin politik, se ai që fitoi pushtetin, ai krijoi gjithë. Dhe po të shohësh biznesmenët të mëdhenj, mediat e para, u krijuan nga ky bos politik. Dhe nuk kishin ka shkoshin, janë filizat të këtij, janë produkte të këtij. I ka prashitur ky që kanë qelur ato. Në thelb janë i gjithë mekanizmi i krijimit të pushtetit dhe figurës tij autoritare. Sepse nëse do të ishte ndryshme, ky lider nuk do ishte aq bos politik saq u shfaq në ato vite. Se nuk e lejnë pushtetet e tjera, e konkurrojnë, e zhvendosin, e eliminojnë. Por jo, ishte bosi politik që krijoi të gjitha pushtetet e tjera. Kjo është fatkeqësia që askush nuk e thotë. Dhe prandaj kemi lidera që kalcifikohen për 30 vitesh dhe themi ne pse nuk fitojnë të tjerat. Po si të fitojnë? Tu është i marrë i gjithë sistemi. Duhet diçka nga ty, në këtë sistem të marrë peng. Duhet më thuash sot si e shikon Partinë Demokratike. Po ti një gjë se thash mos më bëjo me moderatorin ti. Po çfarë bën ti? Sot themi Eldani, herë tjetër do them, se sot më shumë po qëndroj në pjesën e gazetarit. E moderatorit. Sot
Partia Demokratike Partia Demokratike është futur në një dhe më thuaj dhe emërimet, e preke pa Gazbardhin, por nuk duhet të qëndrosh aty, duhet të më qëndrosh në tërësi. Nuk kam asnjë lloj kompleksi. Partia Demokratike është në situatë shumë të vështirë. Veçanërisht është një situatë shumë vështirë lideri i saj. Për një arsye shumë thjeshtë. E para punës u kriju një skizëm shumë e madhe, 3 vjeçare, e cila e bëri Partinë Demokratike që në kuotat më të ulta thuse deri aty sa u diskutua dhe ekzistenca e saj. Pra duhet jetë apo nuk duhet jetë Partia Demokratike. Kjo e bën akoma dhe vështirë krijimin e një aksioni politik opozitar për t'i bërë ballë kësaj mazhorance politike. Sepse i gjithë debati po funksionon pse s'po ndryshon Partia Demokratike, çfarë bën për ndryshimin e Partisë Demokratike dhe ai përshtatet Partia Demokratike thirrjes së simpatizantëve dhe veçanërisht akoma dhe më tepër shoqërisë shqiptare. Pra, këtu kanë ngecur Partia Demokratike, kanë ngecur pothuajse në një grot që i ka hapur vetvetes për arsye të ndryshme konjunkturale. Ka një problem. Unë e thash pak më parë emrin e Gazbardhit si një personazh kështu, por nuk e thash në kuptimin për të goditur Sali Berishën apo kreun e Partisë Demokratike sepse konsideroj që nuk ka asnjë lloj ideje për të bërë ndryshe. Nuk mund ta bënte ndryshe, përveç se kështu siç e bëri. Ishte i kushtëzuar zoti Berisha sot? Diskutim, jo i kushtëzuar se kishte nga rrethana caktuar, por është i kushtëzuar nga materiali i pakët njerëzor që ka për të vepruar formë ndryshe dhe dyta për mos ta quar edhe një herë partinë drejt një konflikti tjetër. Pse? Sepse nëse do bëhet një analizë e thellë e Partisë Demokratike, nuk mund bëhet një analizë pa mbajtur përgjegjësi lideri i Partisë Demokratike. E kuptoj. Përderisa lideri i Partisë Demokratike vazhdon të jetë në denoncim, me gjithë verën ai ka qenë pa diskutim kanë vepruar, do veprojnë edhe këto të tjerë. Problemi qëndron, ti të ndërpret me njerë. Problemi qëndron fryma dhe mentaliteti që dëshfaqet. Me thënë të drejtën, pse u do të ndru kryetari i grupit parlamentar, ai ka ca cilësit mia, ja themi ato që i ka. Ai ka një oratori shumë të fortë dhe realisht është një nga njerëzit adapt që mund të krijojë një lloj debati në sallën e kuvendit, është profesional për shkak të edhe burimia apo grind. Edhe ka guxim, por ka edhe një profesion që njeh fanën juridike dhe realisht jeta parlamentare funksionon me komisionet, organizimin e grupit etj. Dhe i duhet Berishës një njeri i tillë. Ky ka edhe një cilësi tjetër që është dhe i pa skrupull. Dhe realisht i duhet akoma dhe më shumë. Për hir të vërtetës se u bë dhe cilësi dhe kjo domethënë. Po pa diskutim.